Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Do të jetoni 100 vjet, ushqimi që duhet të hani çdo ditë për një jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Sekreti për jetëgjatësinë, i cili është të fshehur prej kohësh, quhet rozmarina. Rozmarina është sekreti i jetëgjatësisë të 300 shtëpive në fshatin italian të Acciaroli, pranë Salerno në Itali. Rrethuar nga malet dhe deti, ky fshat ka rreth 1000 banor, ndër të cilët 300 burra dhe gra janë mbi 100 vjeç, ose afërsisht 1/3 e banorëve. Pleqët e Acciaroli jo vetëm që e kanë të kaluar jetëgjatësinë, por kanë pak incidente me sëmundjet kardiovaskulare dhe sëmundjet e Alzheimerit. Ekspertët besojnë se faktorët përgjegjës për gjendje të shkëlqyera mendore dhe fizike është dieta e famshme mesdhetare dhe përdorimi i rozmarinës në gatimet e tyre. Në Acciaroli, rozmarina është pothuajse në të gjitha gatimet e tyre. Faktorët të tjerë që mund të përfshihen janë ndoshta ajri i pastër dhe shëtitja në këmbë. Fshati është ndërtuar në një nga shpatet, që do të thotë se banorët janë duke ecur pjertas për aktivitetet e tyre të përditshme. Gjithashtu, mbashtuesve të fermave të fshatit shpesh rriten edhe kodrat përreth. Ky aktivitet i shpeshtë dhe i butë fizik ndoshta i mban ato në gjendje më të mirë. Për këtë arsye, një ekip i përzierë studiuesve të Universitetit të Kalifornisë në San Diego dhe Shkollës së Mjekësisë dhe Universitetit të Romës, duke shkuar në fshat për të regjistruar kushtet e jetesës dhe për të marrë mostra për hetimet laboratorike, arritën në këto konkluzione. Profesori i Universitetit të Kalifornisë në San Diego dhe Shkollës Mjekësore, Dr. Allen Meisel, shpjegon se kjo do të jetë një nga grupet e para kërkimore që vizitojnë këtë fshat. Rezultatet treguan se këto mund të cilësohen si një nga mënyrat më të mira të jetëgjatësisë. Përfshirja e rozmarinës në dietën tuaj mund të ofrojë vlera të larta ushqyese. Vlerat dhe përfitimet që marrim nga rozmarina janë të shumta, duke filluar që nga pamja e jashtme deri në organizëm. Kjo bimë aromatike bën pjesë në familjen e mentes, rritet me shumicën edhe në vendin tonë dhe shpesh përdoret për shijen e shtuar në gatime. Zakonisht është e njohur për vetitë e saj qetësuese ndaj dhimbjeve të trupit ose përmirësimit të memorjes. Në këtë spektër, si vlerat dhe përdorimet e saj janë të shumta, siç e thamë, që nga gatimi deri te vajrat esencial. Në këtë video, sipas delë saj, do të rendisim disa nga vlerat më të mira të kësaj bime që duhet ta përdorni sa më shumë për organizmin tuaj. Ajo ka ndikime pozitive për shëndetin e mushkërive. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksid karboni. Janë organi kryesor që çon oksigjen në gjak dhe në ndër më të rëndësishme të organizmit. Nëse përjetoni probleme me mushkërit, do të thatë më pak oksigjen për trupin, duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore dhe rrezik për jetën. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve në spitale, ekzistojnë disa mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup. Një ndër to është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila është një burim i mirë i vitaminave. Përmban vitaminën A dhe C, duke përfshirë minerale si magnezi, kalciumi dhe zinku. Këto minerale ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar dhe nxjerrin jashtë toksinave nga trupi. Jo vetëm për personat me probleme të mushkërive, rozmarina mund të shpëtojë edhe nga nxjerrja e organizmit të ndotjeve të tij. Kështu, nëse doni të përmirësoni frymëmarrjen dhe shëndetin e mushkërive, mjafton të shtoni konsumin e kësaj bime aromatike. Mund ta pini si çaj, të bëni masazhe në krahëror dhe vajrat esencial të rozmarinës mund të konsumohen sa më shpesh në ushqime. Ato do të sjellin përfitime për sytë tuaj. Për personat që përjetojnë humbje të shikimit ose atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund t'ju ndihmojë. Ky problem prek zakonisht moshat mbi të 50 dhe do beson shikimin gradualisht. Për të ulur rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje, rekomandohet konsumi sa më i shpeshtë i kësaj bime të veçantë, duke qenë e pasur me antioksidant. Rozmarina ndihmon në luftimin e sëmundjeve degenerative të syrit. Rozmarina është një bimë shumë e mirë gjithashtu edhe për sistemin tuaj tretës. Duke qenë e pasur me antioksidant dhe vitamina, kjo bimë ndikon edhe në tretjen e mirë të ushqimeve. Kujdesuni të shtoni disa fije rozmarinës së cilën nga ushqimet tuaja për të përfituar më shumë shije dhe shëndet njëkohësisht.
Rozmarina është një produkt shumë i mirë për një kujtesë të fortë. Ndihma që kjo bime jep në memorje dhe në përqendrimin e trurit është e paçmueshme. Janë përdorur që në lashtësi si një recetë natyrale për shëndetin e mirë të mendjes dhe sot shumë studime vërtetojnë këtë. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësojë memorien deri në 30% nëse e konsumoni rregullisht. Ajo është një bimë shumë e mirë kundër depresionit. Rozmarina ndihmon me sëmundjet neurologjike siç janë depresioni, ankthi ose skleroza e shumëfisht. Mjafton të konsumohet rregullisht, të përdoret në çaj ose të bëhet masazh rreth kokës me këtë vaj esencial. Largon ujin e tepërt nga trupi. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim për personat që kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt brenda në trup. Ndjesia e fryrjes dhe rëndesa juaj largohet lehtësisht me rozmarin, pasi do të nxjerrë të gjitha toksinat nga trupi juaj. Sigurohuni të konsumoni sa më shumë çaj rozmarine gjatë përditshmërisë së suaj dhe në çdo rast duhet të konsultoheni me mjekun tuaj nëse merrni medikamente të caktuara. Përdorimet mjekësore të rozmarinës datojnë që në lashtësi. Kjo bimë çmohet si mirëbërëse të gjithë organizmit për shkak të elementëve ushqyes që ajo përmban. Në këtë video do të rendisim për shëndetin, arsyet kryesore dhe përfitimet që jep rozmarina në trupin tuaj. Për përgatitjen e recetës ju duhen 14 lugë gjedhe me deg të lullëzuara të rozmarinës. Degët e lullëzuara të rozmarinës hidhen në një tenxhere ku është vluar 1 litër ujë. Ena lihet e mbuluar për 30 minuta dhe më pas skullohet. Kjo recetë rekomandohet të konsumohet 3 herë në ditë për 1 deri në 2 muaj. Rozmarina ka efekte të mira për shëndetin e mëlçisë. Mëlçia është organi që largon dhe pastron trupin nga toksinat e dëmshme. Në të njëjtën kohë është një nga organet që i duhet më shumë energji për të kryer proceset e saj. Rozmarina është një bimë e fuqishme e cila kryen shumë funksione për organizmin tonë. Ajo ndihmon në luftimin e inflamacionit dhe forcimin e qelizave të këqija, ku funksioni kryesor është pastrimi i trupit tonë nga helmet. Mëlçia është përgjegjëse për prodhimin e një përbërje e cila largon toksinat nga organizmi. Nëse ju doni që ky proces të përshpejtohet, mund të përdorni rozmarinë në dietën tuaj. Rozmarina rrit përqindjen e ujit dhe largon nga trupi ynë dhe për më tepër patogjenët, kriprat e tepërta, toksinat dhe yndyrat e dëmshme. Ajo rregullon qarkullimin e strukturave biliare dhe vaji i rozmarinës arrin të neutralizojë ushqimet me përbërje acidike kur ato shpërbëhen në stomak. Gjithashtu, rozmarina është një bimë e veçantë e cila mund t'i japë shumë përfitime organizmit tuaj. Duke e cilësuar atë si një nga produktet me më shumë vlera në dobi të shëndetit, rozmarina mund të kthehet në një aleate të vërtet për mbrojtjen e organizmit dhe gjithashtu në largimin e një sër komplikacionesh. Ju mund të përgatisni edhe çajin e rozmarinës. Për këtë ju duhen 2 limona, 4 filxhan ujë, çerek filxhani me rozmarinë dhe mjaltë sipas dëshirës. Vendosni çajnikun në zjarr dhe shtoni rozmarinë. E lini të ziejë për 10 deri në 15 minuta nga koha kur uji nis të vlojë dhe më pas shtoni fetat e prera të limonit. Më pas e ëmbëlsoni me mjaltë dhe e pini të ngrohtë. Por cilat janë vlerat e çajit të rozmarinës me limon? Ekspertët shpjegojnë se limoni stimulon tretjen dhe pastron mëlçinë. Këtë punë e bën më së miri në bashkëveprim me rozmarinën, e cila ndihmon në pastrimin e organizmit, dhe ky çaj rekomandohet për një sër probleme shëndetësore. Ai ndihmon me përmirësimin e tretjes, pastron organizmin nga toksinat, i jep trupit energji dhe gjallëri. Përmirëson qarkullimin e gjakut në shëndetin e zemrës, përmirëson sistemin imunitar dhe e forcon atë, pastron dhe forcon mushkëritë, largon stresin, qetëson mendjen dhe përmirëson gjumin. Përbën një recetë të mirë në shëndetin e lëkurës dhe bukurisë së jashtme. Rekomandohet në shëndetin e masës muskulare. Njerëzit që vuajnë nga pamjaftueshmëria, ekuri dhe anemia nuk duhet të konsumojnë këtë çaj sepse u laftësinë e trupit për të përthithur ekur. Dhe nëse përdorni medikamente, konsultohuni me mjekun para përdorimit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.